referat duhet të shkruar më shumë për autor. Nxënësit e shkollës fillore Dardania në Prishtinë kanë nisur orën me diskutim për ditën ndërkombëtare të librit, së bashku me arsimtaren e tyre Iliriana Nishevci. Ata kanë folur për rëndësinë e librave dhe kulturën e leximit, duke ndarë përvojat e tyre personale lidhur me librat që lexojnë. Ma shumë më pëlqejnë librat që i cakton arsimtara, si për shembull libri i Kopshti Sekret, Meri Ylle e të tjera. Si për shembull Frances Hodgson Burnett edhe Viktor Canusina janë autorë që më pëlqejnë shumë. Kështu që kam dëshirë të i lexoj të dyjat, mirë po më shumë më pëlqejnë autorët shqiptarë. E një hulumtim i bërë nga organizata e TEA ka nxjerrë disa mangësi në lekturat dhe tekstet e tjera shkollore. Gjatë prezantimit të raportit hulumtues, shqyrtim kritik i lekturave shkollore, autorja e saj Uranela Demaj theksoi se tekstet shkollore dhe lekturat që lexojnë nxënësit përmbajnë gjuhë seksiste dhe diskriminuese. E para është gjuha seksiste, kështu që gjetjet lidhur me normat gjinore dhe përdorimin e gjuhës ndaj grave në listat e leximit pasqyrojnë perceptime shumë të ngushta dhe kufizuese mbi rolin e gruas në shoqëri. Ashtu si që thash, diskursi dominues është përdorimi i gjuhës seksiste, nënshtrimi i gruas dhe i vajzës dhe estetizimi i stereotipeve tjera gjinore. Këto gjetje u diskutuan edhe nga ekspert të fushës, të cilët theksuan nevojën për përditësim të teksteve shkollore dhe lekturave. Pasurojmë shkollat me bibliotekat, i pasurojmë me tituj të ri, edhe thjesht ta ndryshojmë pak a shumë ndoshta edhe qasjen e mësimdhënësve, sepse vërtet le shumë për të dëshiruar në një pjesë të madhe të mësimdhënësve e kemi pasur se kultura e leximit çalan, domethënë dhe rezultatet jo rastisht po na nxjerrin domethënë edhe PISA dhe TIMSS dhe gjitha vlerësimet ndërkombëtare jo mirë. Ndër librat e analizuar në këtë raport ishin Agimet e kaltërta, Malcorja, Nita, Verorja, 14 vjeç dhëndër dhe Lahuta e Malcis. Sipas hulumtuesve, këta libra janë të vjetruar dhe nuk pasqyrojnë realitetin apo nevojat e shoqërisë bashkëkohore. Unë vendosa si udhëheqëse